Përshëndetje të gjithëve. Jam sot këtu për të komunikuar me ju dhe nëpërmjet jush me qytetarët mbi punën e strukturave hetimore të Drejtorisë Vendore Policisë Shkodër për zbardhjen e rrethanave, dokumentimin ligjor, identifikimin dhe kapjen e autorëve në lidhje me disa ngjarje kriminale të ndodhura kohët e fundit në qarkun e Shkodrës, por edhe për punën voluminoze të bërë nga Drejtoria e Policisë Vendore, drejtim të parandalimit dhe goditjes së paligjshmërive dhe fenomeneve kriminale. Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër ka ngritur grupet posaçme hetimore dhe në bashkëpunim me Prokurorinë vijon punën intensive hetimore për zbardhjen dhe dokumentimin e plot ligjor të tyre. Si rezultat i angazhimit dhe reagimit të menjëhershëm të strukturave policore, është bërë e mundur zbardhja e ngjarjes së ndodhur datë 22/9/2023 në rrethinat e Shkodrës, në afërsi të një lokali në fshatin Hot i Ri, ku ka me ngjarje shtetasi Valter Fjerza. Nga veprimet hetimore dhe procedurale të kryera në drejtimin e prokurorisë është bërë i mundur dokumentimi i kësaj ngjarje për të cilën është arrestuar një shtetas dhe janë shpallur në kërkim 4 të tjerë. Për ngjarjen e ndodhur në datë 27/9/2023, ku rreth orës 18:20 në aksin e rrugës Kir Mali Shoshit, ku u vra me armë zjarri shtetasi ZG 73 vjeç dhe u plagos rënd djali i tij shtetasi QG, të cilin po udhtonin me një kamionçin drejt. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë kreu një sër veprimesh në funksion të zbardhjes së ngjarjes. Nga hetimet e deri tanishme, dyshohet se autori i kësaj ngjarje është shtetasi GG, i cili shpallur në kërkim nga Drejtoria Vendore e Policisë Shkodër dhe për vepra të tjera penale. Motivet e kësaj ngjarje dyshohet të jenë konfliktet dhe kanosit e vazhdueshme me palën e dëmtuar për shkak të zaptimit të shfrytëzimit të hapësirave dhe sipërfaqeve pyjore në këtë zonë. Për kapjen e shtetasit GG janë angazhuar strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër, Reparti Special Renea dhe Njësia Alpine. Aktualisht vijojnë kontrollet në zonat e thella të Dugagjinit. Ndërkohë, në malësi të madhe, shërbimet e policisë në bashkëpunim me prokurorinë bën të mundur zbardhjen e ngjarjes së ndodhur në datë 27/9/2023, ku rreth orës 21:50 u plagos me armë zjarri shtetasi EG, i cili ndodhet jashtë rrezikut për jetë. Fal reagimit në kohë të shërbimeve policore dhe veprimeve hetimore profesionale të kryera nga grupi hetimor, u bë e mundur kapja dhe arrestimi në flagrancë i autorëve të dyshuar shtetasve IB dhe SB Babe Bir, për veprën penale plagosja rënd me dashje. Po kështu, në kuadër të parandalimit, mbrëmjen e djeshme nga ana e shërbimeve të policisë Vaudejës, është bërë e mundur parandalimi për shkallëzimit të mëtejshëm të një konflikti midis dy shtetasve. Si rezultati i reagimit në kohë të shërbimeve të policisë, u vu në pranga shtetasi AL 39 vjeç, i cili ka qelluar me armë zjarri në drejtim të mjetit parkuar në përdorim të shtetasit EP. Në momentin e arrestimit, 39 vjeçari ka kundërshtuar me dhunë punojësit e policisë. Grupet e posaçme hetimore, në bashkëpunim me prokurorinë, vijojnë hetimet e thelluara për dokumentimin e plot ligjor të këtyre ngjarjeve kriminale. Pavarësisht këtyre ngjarjeve, duhet bëjmë me dije se përgjatë 9 muajorit të këtij viti ka një ulje domethënëse të veprave penale kundër personit në këtë qark. Dhe konkretisht, ka ndodhur 5 vrasje në krahasim me 9 vrasje të ndodhura gjatë 9 muajorit të vitit 2022, si dhe 3 vrasje të mbetura në tentativë në krahasim me 10 vrasje të mbetura në tentativë gjatë 9 muajorit të vitit 2022. Krahas punës për parandalimin e ngjarjeve kriminale, strukturat e Drejtorisë Vendore të Policisë Shkodër vijojnë mega operacionin anti-kanabis Alpet Pastra për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, për të cilën janë angazhuar qindra shërbime policore të Drejtorisë Vendore Shkodër, të FNSH-s dhe Repartit Special Renea, ku janë përdorur 10 dronë të një cilësie të lartë. Theksoj faktin se gjatë këtij viti ky fenomen ka pësuar goditje sasiore dhe cilësore, jo vetëm nëpërmjet operacionit koduar Alpet Pastra, por edhe nëpërmjet goditjeve që në gjenezë, në fazën e tentativës për kultivim të fidanëve në kubik. Fal këtij përkushtimi, deri tani janë gjetur dhe asgjësuar 196.742 bimë dhe fidan, nga të cilat 41.833 janë fidan të mbjellura në kubik, duke i shkaktuar ekonomisë kriminale një dëm prej miliona eurosh. Janë referuar në 132 raste kultivimi me 71 autor të proceduar penalisht. Po vijon faza finale e kontrollit të territorit.
Në drejtim të zbatimit të masave të parashikuar në pagetën e re të sigurisë në shkolla, nga komisariatet e policisë në varësi të drejtorisë vendore janë marrë masa për të gjitha shkollat, në bashkëpunim me stafet pedagogjike dhe oficerët e sigurisë dhe vendosjen e perimetrit të sigurisë. Vijon puna intensive, bazuar dhe në inteligjencën policore për identifikimin dhe vënien pranga të shtetësve që tentojnë të shpërndajnë lëndë narkotike në afërsi të shkollave. Një javë më parë, është goditur një rast i tentativës për të shitur lëndë narkotike në perimetrin e sigurisë si një shkollë të mesme nga një 21 vjeçar i cili është vënë në pranga. Gjithashtu, në drejtim të goditjes ndaj shpërndarjes së lëndëve narkotike, gjatë muajit shtator, shërbimet e policisë kanë evidentuar dhe goditur 16 raste të kësaj veprimtarie kriminale në territorin e qarkut të Shkodrës, duke synuar gjithmonë shpërndarësit afër institucioneve arsimore, lokale dhe në lagje të ndryshme. Dua të siguroj qytetarët e qarkut të Shkodrës se strukturat e policisë operojnë në këtë qark janë të angazhuara maksimalisht për të parandaluar, evidentuar dhe goditur palegjshmërinë në cilë do fushë që ato shfaqen. Në këtu kuadër, dua të ftoj edhe një herë qytetarët që të jenë në krah të policisë, të besojnë te ajo dhe denoncojnë çdo rast të palegjshmërisë, duke qenë se ata janë aleati ynë më i çmuar, pa besimin dhe mbështetjen e cilëve puna jonë do të jetë për herë e cunguar. Për të ndërtuar një ambient më të sigurt, nuk mjafton vetëm puna e policisë, por janë domosdoshmëri, reagimi, bashkëpunimi dhe kontributi i qytetarëve që zbatojnë ligjin. Ju faleminderit. A ka informacion policia e Shkodrës për të ngjarje të ndodhur rreth një javë ose 10 ditë më parë një konflikt i shesë gjinjuri me persona të tjerë? Dhe a ishte kjo ngjarje para hetuar? Policia, në fakt kjo është një ngjarje e rëndë e cila është vlerësuar maksimalisht nga ana e policisë në bashkëpunim me prokurorin, po hetohen të gjitha pistat e mundshme, janë shoqëruar 10 persona të cilët janë pyetur me cilësinë e dëshmitarit dhe po vijon puna intensivisht për dokumentimin e gjërave. Kjo është një ngjarje e vështirë nga ana hetimore, edhe për shkak të terrenit të vështirë në cilët ka ndodhur ngjarja dhe largësisë nga qyteti i Shkodrës, por grupet hetimore po bëjnë maksimalisht dhe nga ajo që kemi grumbulluar në fazet e para hetimore është ajo çfarë unë thash edhe më lart në deklaratën, që kemi një dyshuar të cilën në bashkëpunim me prokurorin po punojmë për të dokumentuar plotësisht ngjarjen. Cila është lidhja e personit të shpallur në kërkim që është i dyshuar për vrasjen e të vrarën dhe të plagosur me kësaj ngjarje? Në dijenin time janë lidhje familjare mes njëri tjetrës, të cilët kanë pasur konflikte edhe të mëparshme. Siç dhe ju e dini, i dëmtuari është një person me precedent kriminal, të theksuar kriminal gjatë viteve dhe të gjitha këto ngjarje në ngarkim të shtetit, gjithë këto precedent kriminal po analizojnë nga ana e policisë vendore për të arritur në dokumentimin e plot të ngjarjes, të plagosjes dhe vrasjes të babait të tij. Policia përshtasin Giovanni Muri, sepse vëllezëri përshtasin Gjinguri, por edhe persona të tjerë të afërt do marrin pjesë në varrimin dhe ceremoninë mortore. Emi herët për të folë dhe këto janë faza të rëndësishme të hetimit, të cilët duhet ruajtur edhe sekreti hetimor. Po besoj në një kohë tjetër më të shkurtër, besoj do dalim një komunikim për mediat. Ndërkohë diçka se përket operacionit Alp të Pastra, ju folet për një sasi të konsiderueshme ndime narkotike të zgjesuara, por duket sikur nuk ka funksionuar faza parandaluese. Vit pas viti drejtuesit lartë të shtetit, Ministrisë Brendshme dhe Policisë kanë deklaruar që territori duhet të jetë i pastër, po konstatohet që Shkodra mbetet një qark me kultivim të lartë ndime narkotike. Jeni në të njëjtin konstatim që nuk ka funksionuar faza parandaluese dhe policia po zgjeson pas mbledhjes territorit dhe pas fotografimit të ajo? Unë mendoj se këtë vit është bërë një punë, po themi voluminoze dhe falenderueshme për gjithë efektivat në lidhje me jo vetëm me goditjen e fenomenit, por edhe me parandalimin. Dhe atë që ne konkludojmë si parandalim është gjetja në fazën fillestare dhe jo më kohë të thash më lart që janë azgjesuar në fazën paraprake rreth 40.000 fidan, ndërkohë që në vitet e kaluara ky numër ka qenë pothuajse i papërfillshëm. Mendoj se kjo është mënyra më e mirë e parandalimit. Sigurisht që qarku i Shkodrës ngelet një nga njollat
e zeza në lidhje me kultivimin e bimeve narkotike, ku ne përveç takimeve sensibilizuese që kemi bërë me njësitë vendore, me qytetarët në fund të ditës, ma tej pastaj është puna jonë reaktive për të asgjësuar dhe për të vënë para përgjegjësisë ligjore autorët e veprave penale. Kemi vrasje, lagusin, vrasje hot, vrasje duke qenë lagusin maksimal. Do të marrim moshën e personat përfshirë në konflikt të shmosh relativisht të re, vetëm deri 30 ose maksimum deri 35 vjeç. Ju si drejtori vendore e policisë së Shkodrës, strukturat e policisë së drejtorisë vendore të Shkodrës, çfarë do bëni në këtë drejtim? Duke qenë se shihet që ka shumë armë të duhur edhe lëndë narkotike të duhur me dërime, duke qenë se vetë që kemi goditur në 16 raste në amësi të shkollën për fare dhe pra për një javë. Armë në blok me duhur të dërime, çka do bëhet në këtë drejtim? Për të garantuar sigurinë dhe rëndë. Kontrollet të fakt kanë qenë të herpaseshme të policisë vendore në lidhje me armbajtjen pa leje. Gjatë këtij viti, unë statistikën e saktë nuk e kam këtu, por ka një numër të lartë të kapjes së armëve pa leje nga ana e policisë shtetit. Në lidhje me shpërndarjen, po është një fenomen i shpërndarjes së lëndëve narkotike në qytet, prandaj dhe më e theksova që vetëm gjatë muajit shtator janë 16 raste të shpërndarjes, sigurisht që policia po punon në këtë drejtim. Pra është e përqendruar edhe në këtë drejtim sepse në fund të ditës kjo është edhe një parandalim i ngjarjeve të rënda kriminale. Por mendoj se nuk është vetëm puna e policisë. Kërkohet një bashkëpunim më i madh edhe nga institucionet të tjera për sensibilizimin, qoftë në shkolla, por qoftë edhe me të rinj, me institucionet arsimore apo dhe me shoqërinë civile, të cilën unë e ftoj të bëjmë një luftë të përbashkët për arritjen e një qëllimi për të rritur parametrat e sigurisë në qytet dhe në qark. Faleminderit.